Kalojmë tek receta tjetër ku kemi perimet. Gjell tigani. Gjell tigani. Me bizele, me karota, të mistrat e vegjël, qep, krypiper i zi. Erëzat të tjera pastaj për bimët aromatike dihet që ne jemi shumë të fokusuar edhe i sugjerojmë vazhdimisht në gatimet tona dhe tuajat, mos ju ndani bimëve aromatike, tani kanë dhe sezonin, i gjeni të freskëta, të gjitha llojet e bimëve aromatike. Kjo është taliera e verdhë me recetën të cilën unë do ta lexoj tani në ekran me përbërësit e saj. Një gjelle shpejt që ka dhe patatet, Albana i ka vendosur në ujë për të qëndruar dhe për të mos u nxirr. Pra një gjellë me bizele me patate, ka 4 patate mesatare të prera në kubik, 300 gram bizele, 2 karota, 1 qep e thatë, 150 gram misër, që është opsionale, vaj ulliri ose vaj lule dielli, kripë dhe piper sipas shijes dhe erëza të tjera sipas dëshirës. Në numrin që shihni në ekran mund të telefononi, të bisedojmë së bashku për të bërë pyetjet tuaja në lidhje me recetat e deri tanishme. Padyshim nëse keni pyetje për drejtorin e Zerfikses që ta kem pak më pas në lidhje me sigurinë që kemi, pikpyetjet që keni si qytetar, për sa i takon ngjarjes së rëndë, sa të sigurt jemi ne në godinat tona, diskotekat dhe në çdo godinë private apo shtetërore, jeni të lirë, të hapur, të bëni pyetje dhe unë do t'i mbaj shënim për t'ia bërë eksperti që do vi pas pak në studio. Si filloj me qepën, besoj? Atëre, qepën e kam prerë. Kam 2 qep të vogla, gjë që direkt nuk pres që të digjet vaji. Kam 2 qep të vogla. Pakës. Krip. Dhe vendosim dhe kapakun dhe zbutet ajo qepa. Kapakun. Opa. Normalisht që do t'i marrë të shplaj. Edhe pse banaku ynë dihet me ato truket që kemi sjell vazhdimisht për pastrimin e duhur, higjiena e duhur në kuzhinë, është një element thelbësor, jo vetëm në shtëpi, por edhe në një program të tillë televiziv ku fokusi është patjetër tek receta, por gjithsesi i kemi treguar shumë truke se si duhet menaxhoni çdo papastërti në banakun tuaj, nëse keni uthullën aty afër, nëse keni limonin, siç e mori Albana tani, me pak sodë, gjithçka është e përkryer. Pa përdorur absolutisht asnjë sprej që është me kimikate. Vetëm limon, ja. Po. Këtë limon e kisha ruajtur, po si është puna e karmës, ë? Ja, pra unë këtë limon e kisha ruajtur që mbasi të mbaroja t'i jepja pjesës së bangos, nga që ishte limoni jo dhe aq cilësor, e ka kapur i ftohti në pemë, edhe duket sikur është i prishur. Aromën e pas ka shumë të mirë. Dhe freskët. Direkt me një fshirje të duhur. Është pastrimi i dur i banakut që ne përgatisim gjithmonë recetat, edhe në shtëpi, edhe këtu në reze. Mbas pastrimit, unë nuk kam problem ta vendos kapakun të tillë. Do shtoj karotat, tunikët e lutem pakës ujë. Te karotat do të shtoj dhe patatet njëkohësisht, sepse forcia është e njëjtë. Nuk e dëmton asgjë. Po e kemi përdorur edhe në tavën me patate, limonin, limoni është i mirë, nuk lejon nxirjen e patates. Nëse ne duam të ruajmë ngjyrën, siç është ngjyrën e patates, pra këtë ngjyrën e bukur të patates, së karotës, ne nëse duam i marrim dhe i vendosim në zgjerrje shumë të pak me pak sodë. Soda është që ruan ngjyrën. Dhe i përzijem, avash, duke i shtuar në ngjyrën e duhur. Dhe sërish një përzierje. Pra kemi këtu, kemi dhe ngjyrën, kemi dhe pjesën e ujë që ka ngelur tek patatja, sepse nuk e kemi tharë tërësisht. Nëse unë do më duhet ta thaja tërësisht, normalisht unë e kaloja në skuqje. Marrim edhe se bëhet dhe brumi më i plot. Vazhdimisht një trazim.
Okej, le t'i lëm patatet, karotat, këto mistrat e vegjël që bëjnë diferencën në këtë gjellën e zakonshme dhe që na shijon shumë me treshen, patate, karota dhe bizele. Këto mistrat që ka zgjedhur Albana, të konservuar janë Albana besoj apo janë të zjera vetëm? Po, të konservuar. Japin vërtet shumë shije recetës, bën një diferencë në këtë gatim. Gjithmonë mundohemi që ti moderojmë dhe recetat cilat janë të njohura. Në fund fare, ja, tufa jonë me bimët aromatike, koper, majdanoz, një kombinim shumë i mirë për çdo gatim. Edhe uji që vendosen bimët tona, patjetër që përdoret në gjellët e përditshme. Shoj kripën. Kripa është masa çfarë mua më duhet. Erzat i kemi si pas dëshirës, gjë që në fund fare do s'përkas dhe me erzat të tjera. Piperin, thjesht një prekje shumë e lehtë. Sërish një trazim. E duan një kaurdisje faktikisht të dyja, edhe patatja edhe karota, që janë kaq delikate sot, sa nuk qëndroj fare në tigan. Janë shumë të freskëta. Po. Janë shumë të freskëta. Kur i zgjedhim në treg, dihet tashmë i kemi treguar këto këshilla, po edhe se i përsërisim, besoj se nuk ju bezdisim. Kur themi që si t'i zgjedhim karotat më të mira në treg, mjafton ato të mos jenë shumë të fata, të kenë një ngjyrë të theksuar dhe gjithmonë të jenë me bishtat jeshil. Mos zgjidhni karota që janë pa bishtat jeshil. Kjo është më e rëndësishmja. Patate me bizele në tigan, 4 patate mesatare, 300 gram bizele, 2 karota, 1 qep e thatë, 150 gram misër, që këtë e kemi zgjedhur si opsionale në klapa, vaj ulliri ose vaj lule dielli, krip dhe piper si pas shijes dhe erza të tjera si pas dëshirës, gjë që ja u lëm në dorë të anvisave, të shijeve dhe preferencave të tyre. Ne piperin e zi, piperin e kuq, sigurisht që po e përdorim. Dhe për poshtë tyre, si që thash, koper majdanoz. I lëm të zjejnë pak tani. Ujë nga bimët aromatike. Një që është e mirë ta konsumojmë dhe kështu si që është, ujë majdanozi ose ujë koperi, fantastike për shëndetin. Anët anësore. I vëmë edhe një kapak. Edhe një kapak. Dhe bëjmë pak pushim, kalojmë në publicitet, reklamat e radhës. Ju mos u largoni nga ekrani, numri do të vazhdoj të qëndrojnë në ekran, do t'ju presim sërish pas publicitetit. Miru ta kofshim. Gjella ndërkohë është drejt fundit, ku i rezervojmë këto bizelet e freskëta ose të ngrira për t'ia shtuar në 5-6 minutëshin e fundit. Bizelet. Sikurse dhe nuk është domosdoshmërisht, prandaj kam thënë, është opsionale pjesa e specave. E mistrave. Po edhe specave me thënë drejtën opsionale, është i shkon. Një speci kuq. I shkon dhe i vjen. Ne i shtuam plur speci. Për shembull, kam parë në këto rrjetet sociale patjetër që kam parë, kur ne duam të shtojmë pakës fare ujë, kur themi një lot ujë, kur themu nga ndonjëherë një lot ujë për shembull. Ja, vendosim të lugën këtu dhe ja. Nga pak. Pra, hapësira që krijohet nga luga dhe gota krijon që të shtojmë pak fare. Të truqet. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kam britur një telefonuese. E mirë presim. Megjithse jam nga Korça, dua ta di për atë dhallanikun, pjekjen. Po, pjekja, në çdo stres që ne bëjmë, në çdo stres. E kuptova atë, po dëgjoj për gradimin e sofës e kam. 250 gradë. Dale, prit. Këto sofat janë me ashtu gradim lart, gradim poshtë, edhe ka dhe atë të relejse që mund të bësh me... që ka të ngrojën e saj. Atere, ku duhet të vendosun në mes? Unë e thash pak më përpara, e vendosim në rezistencën e poshtme në fillim fare në 250 gradë. Nëse soba juaj nuk ka 250, e vendosim të 220. Në momentin që nxehtësia e sobës është shumë e fuqishme, i themi sobës prit, dhe e kalojmë në rezistencat të dy rezistencat. Nuk kërkon... Afrojemi këtu lartë, se ja treguam edhe me zë dhe me figur, tek opsionet, simbolet që ka çdo sopë, do ta vendosësh tek butoni
për pjekjen lart edhe poshtë. Jo ato me avull, siç e përmendje, jo vetëm atë poshtë, ne duam që të piqet peta edhe lart edhe poshtë, pra do zgjidhësh ato opsionin lart dhe poshtë. Kemi zonjën në linë apo është shkëputur? Po. Të pëlqeu si recetë, ke gatuar ndonjëherë më përpara? Po mirë, ata e kam provuar unë ashtu, po me pjekje lloj tjetër në stofë me dru kur kishim qëmoti. Sa mirë, edhe sot janë sobat me dru. Po e dua tash këtu në këtë, prandaj e donja. Pra, te ky opsioni që pjek edhe lart edhe poshtë, që ka dy viza, një lart, një poshtë. Nëse fura juaj pjek më shumë, mund t'ja lini 200 gradë, nëse është një furë jo fort që ka atë rezistencën më të fort, në 250, pra në varësi të furave, por mesatarisht në 200-220 duhet jetë temperatura që të piqet shpejt dhe të shtohet brumi hap pas hapi dhe pjekje pas pjekje. Mirë, faleminderit shumë. Edhe ne falemderit. Të falenderojmë, provoje dhe shpresoj që ta shijosh këtë recetë tradicionale. Mund të na shkruani patjetër edhe në YouTube, sepse kjo video e gatimi do t'jetë në kanalin ton në YouTube Reze Dielli. Aty tek ku do të postohet, mund të na shkruaj zonja se si doli dallaniku në shtëpinë e saj, na e sugjero edhe ndonjë recetë tjetër të zonës së Korçës. Gjizanikun e kemi përgatitur në Albana, apo jo kemi sjell një herë me gjithçka. Me bazë gjizën. Telefononi se jemi ende në recetat e ditës. E mbaroj në masën e qullit. Bëni gati për të shërbyer gjellën me bizele, presim telefonuesen, mirë se erdhët. Fal pak dorë. Mirëmëngjesi çupa. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, mirëmëngjes. Zonja Nexhi, nëna Nexhi. Ta mbaj mend zërin. Zes nëna për juve. Të më njeni. Si ke qenë? Ato bukra jeni bërë, sot sa të bukra. Faleminderit. Kemi bërë zinc sot me ngjyrat. Pa e ditur. Mirë jeni. Shumë mirë, shumë mirë jemi. Po ti si ke qenë? Të lumë që nduar të Albanës. Shumë falemderit. Falemderit shumë. Shiko, na qëndro pak aty, na shef edhe nga ekrani, besoj. Je duke na parë me figurë nga ekrani? E bëra vallanikun, moj të lumë që në ato duar. Falemderit. Ti e në fshat, e ke dhallën e freskët? Jo, më ndotë, unë jam në mes të fjerit. Jam në mes të fjerit. Nuk e shkuar aty. Mi prapë do t'a gatuar, thash mos kishe saq, ta piqe në saq, jam në mes të fjerit, motra. Thash mos kishe atë saqin që diskutuar. Jo. Dhe ta përgatisje ndryshe. Jo, jam në mes të fjerit. Mirë. Jo, shpirt, jo. E ke pirë kafen për sot? Lumë që nduar. Do na bësh një zgjedhje. Kafen po, ativa. E ke pirë kafen. Na akoma. Albanës nuk ja kam bërë kafen, kështu që do na ndihmoj zonja Nexhi që të zgjedhë kafen. Je dakord që t'ja japim zonjës Nexhi të zgjedhë kapsulat Mokador ngjyrat? Jam dakord. Të them pak edhe sekretin tim, se çfarë do lloj shije këtu është. Është e mrekullueshme. Është mrekullueshme. Atëherë zonja Nexhi, po të japim një detyrë sot, me që na telefonove dhe njihemi bashkë. Do t'ja zgjedhësh Albanës cilën kapsul t'i jap sot për t'ja përgatitur kafen, cilën kapsul diva. Me ngjyra, ti zgjidh ngjyrën, se Albana i ka provuar të gjitha dhe unë e pyeta, tha, çfarë do lloj kapsule të vendosësh te Ekspresi, unë do ta shijoj. Ato ngjyrën që është kafe me të kuqe. Kjo. Kafe me të kuqe. Sofia. Kjo kafe. Diva, kapsula Diva, Sofia. Po. Ajde, faleminderit. Po. Po e përgatis dhe erdha, ndërkohë merru me Albanën. Merresh me mua. Mokator, shumë e mirë është. Unë di të them... Shumë e mirë. Zonja Nexhi, sepse mua më takon të them zonjë, se pak, sado që t'jem unë 54 jam, që kështu, nëna nuk të them dot. Se nën jam për vete, po thuajse. Atëherë, këto patate, të kjo gjella me patate dhe bizele, normalisht ne mund të shtojmë çfarë do lloj erze. Unë për shembull, tani shtova turmerik, shtova hudhër pluhur, piperin e kuq po, kripa, piperi zi, piperi kuq. Nëse ne dua mund të shtojmë atë piperin kokër, që ne i themi piper, por nuk është piper, është bahar, quhet bahar. Dhe kemi Erdha. Ja zonja Nexhi si ja kam bërë kafen në Albanës, të afrohem edhe njerë. Ja ma thuaj pak, të pëlqen ngjyra, kremoziteti. Të bëtë mirë moj Albana, mirë. Si e mbaj, me tanat mirat e mbaj.
Me kafe, me pekule. I kam si dhe pak sheqer sot, se I do pak fare. Faleminderit shumë. Prandaj të pyeta, e ke pirë kafen që ti e përgatit nga shtëpia, ne e përgatisim këtu dhe shoqëronim njëra tjetrën me kafen ton Mokador, me kapsulat Diva që përmbajnë plot 7 gram kafe brenda për të na dhënë aromë shije, kremozitet, ngjyrë të bukur kafes. Dhe pa dyshim për t'ja u sugjeruar kujdo që do një ekspres në shtëpi, Mokador ja u sjell në shtëpinë tuaj, ndërsa për ekspresin e zi që përgatit Tani Albanës, është ekspres që përdoret në përzyra për ata që përdorin kafen aty dhe Mokador ja sjell ekspresin në zyrën tuaj me kushtin e blerjes asaj pak ose madhe me kapsulat, pa dyshim. Ja të pacha, ja ju pacha, që është puna? Të zgjodhi Sofin sot, ne presim të tjera telefonata për të diskutuar rreth gatimeve, rreth recetave të ditës, të bësh të mirë. Kjo është lumë shënduar. Kjo është tamam të lumë shënduar. Kam kuptuar që ti nuk e do kështu, e do me dy grimca. Më pëlqen pak ti të thyer nga sheqeri, po. Pak fare. Megjithëse, në varësi të secilës prej shijeve që ka Mokador, do të vendoset edhe kafja, sepse ka ato kapsulat e tjera. Mokador qëndro me mua dhe heq tani tjetër. Jo, erdha të shoh tani. Dhe allanikun të cilën do ta lëm deri në fund të piqet. Kjo është stresa e fundit që ne I shtuam, do ta lëm edhe diku 10 minuta, që të marrë atë ngjyrën e kuqerem, dhe më pas sjellim në tryez për ta shërbyer me shoqërimin e djathit të bardhë, cilën nuk ja shtuam tek brumi, por thjesht do ta shoqërojmë në konsumim. Do të shërbejmë apo servirim tani gjellën me bizele dhe do kalojmë tek receta e tretë, sepse na duhet të kapim edhe ritmin e kohës deri në fund. Janë nxjerr patatet? Edhe shumë pak do. Okej, bëjmë recetën tjetër atë. Shumë pak. Sa unë